Dashi. Energjia e sotme nënkupton mundësi të reja për të zhvilluar marrëdhëniet tuaja, dashi. Në dashuri, mirëbisedë dhe thellë mund të sjellë qartësi dhe afërsi të padëgjuar më parë. Për ata që janë në një lidhje, një surprizë e vogël nga partneri juaj mund të ndriçojë ditën. Beqarët do të ndihen tërheqës dhe me vetbesim, duke tërhequr interes të ri. Në punë do të ndiheni të motivuar dhe të përqendruar, duke bërë hapa konkret përpara drejt objektivave tuaj. Sidoqoftë, shmangni vendimet impulsive financiare, pasi mund të ketë pasoja të padëshiruara. Energjia e kësaj dite sjell një ndjenjë optimizmi dhe vitaliteti, duke ju bërë më të prirur për të përballuar sfida. Mos harroni të ruani ekuilibrin dhe të shihoni momentet e vogla. Demi. Energjitë kozmike po ju dhurojnë një ditë të ngrohtë dhe harmonike, i dashur Demi. Në dashuri, sot do të ndjeni një lidhje të thellë me partnerin tuaj, duke përjetuar momente të bukura dhe të paharrueshme. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të ndesë një shkëndijë të re emocionale. Nga ana financiare, dita duket premtuese, me mundësi të reja për të rritur të ardhurat tuaja. Kujdesuni për impulsivitetin dhe mendoni mirë para se të merrni vendime të rëndësishme monetare. Në punë, jeni të përqendruar dhe të vendosur për të arritur qëllimet tuaja, gjë që do t'ju sjellë vlerësime pozitive nga kolegët dhe e prorët. Pozicioni yjeve tregon se intuita do t'ju udhëheqë saktësisht drejt vendimeve të drejta. Besoni tek vetja. Binjakët. Sot, binjak, energjik universale do të ndriçojnë perspektivën tënde për dashurinë, duke të sjellë një ndjenjë harmonie dhe mirëkuptimi me partnerin. Nëse jeni beqar, mund të hasni në një njohje të re që nis me një bisedë të këndshme. Në fushën financiare, sytë tuaj janë të kthyer drejt mundësive të reja investimi. Merr kohë për të analizuar çdo detaj përpara se të andashohesh. Në punë, një projekt që ka qenë në pritje për një kohë të gjatë fillon të lëvizë me shpejtësi. Beso në aftësitë e tua dhe mos hezito të kërkosh ndihmën e kolegëve. Energjia e kësaj jave është e fuqishme, duke të shtyrë drejt inovacionit dhe përparimin. Mos e humb optimizmin dhe shfrytëzo çdo mundësi për të rritur horizontet e tua. Gaforia. E dashur gafore, sot universi të sjell energji pozitive që ndriçon ndjenjat e tua më të thella. Në dashuri, mund të shfaqen momente të ngrohta që rrisin ndjenjën e sigurisë dhe afrimitetit me partnerin. Nëse je vetëm, një takim i papritur mund të ndesë interesin tënd. Financat po kërkojnë më shumë vëmendje, është koha të rishikosh prioritetet dhe të mendosh për kursime në afatgjata. Në punë, vjet të këshillojnë të bashkëpunosh me kolegët për të arritur objektivat e përbashkëta. Intuita jote e mprejtë do të udhëheqë në marrjen e vendimeve të shpejta dhe të zgjuara. Shijoj këtë periudhë të ndriçuar nga hëna, e cila të ndihmon të kuptosh më mirë thellësinë e ndjenjave dhe nevojave të tua. Luani. Sot, luani do të ndjejë një valë të re energjie që do ta ndihmojë të përballojë sfidat e përditshme me vetbesim. Në çështje të dashurisë, një bisedë e sinqertë me partnerin mund të çojë në një kuptim më të thellë dhe një lidhje më të fortë. Për ata që janë ende në kërkim të dashurisë, sot mund të jetë dita kur dikush i veçantë do të tërheqë vëmendjen tuaj. Në aspektin financiar, ndiheni të sigurt, por është e rëndësishme të jeni të kujdesshëm me investimet e reja ose të mëdha. Në punë, qëndroni të fokusuar dhe mos lejoni që aksiomat e tepërta t'ju shpërqendrojnë nga qëllimet tuaja. Energjia e javës është e favorshme për të përcaktuar synimet dhe përparësitë për muajin në vazhdim. Besoni në instinktet tuaja. Virgjëresha. Sot, virgjëresha e dashur, do të ndihesh e mbushur me energji të reja që të ndihmojnë të kalosh çdo sfidë. Në çështje të zemrës, komunikimi i hapur do të sjellë mirëkuptim dhe afrim me partnerin. Nëse je beqar, një takim i papritur mund të ndesë një shkëndijë të re. Në financa, koha është e përshtatshme për të bërë plane të kujdesshme, pasi stabiliteti që dëshiron është në horizont. Kujdesu që të mos bësh shpenzime impulsive. Në punë, vëmendja e jote ndaj detajeve do të vlerësohet shumë nga kolegët dhe drejtuesit, duke të sjellë mundësi të reja për avancim. Mos u ndjej i rezervuar për të shprehur idetë tua kreative. Energjia e kësaj jave të mbështet në përpjekjet e tua për të gjetur ekuilibër. Peshorja. Sot, peshorja do të ndjejë një energji të freskët dhe optimiste, duke e bërë një ditë ideale për të vendosur ekuilibrin në jetën personale. Në dashuri, energjitë janë të orientuara drejt harmonisë dhe dialogut. Nëse keni pasur mosmarrëveshje të vogla me partnerin, sot është koha ideale për t'i zgjidhur ato me një bisedë të qetë. Sa i përket financave, do të ndjeni një dëshirë për të bërë investime të zgjuara. Megjithatë, është
E rëndësishme të mos nxitoheni dhe të analizoni mirë çdo hap që do të merrni. Në punë, kreativiteti juaj do të shkëlqejë dhe do të vlerësohet nga kolegët dhe eprorët. Qëndroni të hapur ndaj mundësive të reja që mund të shfaqen papritur. Sot është dita juaj për të shkëlqyer. Akrepi. Sot, akrepi ndjen një energji transformuese që është në drejt ndryshimeve të mëdha. Në çështjet e dashurisë, komunikimi është çelësi, ndaj mendimet dhe ndjenjat me partnerin për të krijuar një lidhje më të thellë. Nëse je beqar, një takim i papritur mund të sjellë një ndjenjë të ngrohtë dhe intriguese. Në aspektin financiar, është koha të jesh i kujdesshëm me shpenzimet dhe të mendosh për investimet afatgjata. Në punë, angazhimi dhe përkushtimi yt nuk do kalojnë pa u vënë re. Mundësitë për avancim janë më pranë se sa mendon. Shfrytëzo aftësitë tua për të zgjidhur situata komplekse dhe do të vlerësohesh. Energjia e përgjithshme e javës është e fuqishme dhe e mbushur me mundësi për rritje personale dhe profesionale. Shigjetari. Energjia sot është me ritëm të shpejtë dhe të ngazëllyer, shigjetar. Në dashuri, zemra yt ndjen nevojën për aventurë dhe spontanitet. Nëse je në një lidhje, partneri jam mund të befasohet nga një surprizë e këndshme që ke përgatitur. Për ata që janë beqar, një takim i papritur mund të ndesë një shkëndijë të re. Në frontin financiar, mund të ndihesh më i sigurt për disa investimet që ke bërë kohët e fundit, por ki kujdes të mos nxitosh në vendime të reja. Në punë, qartësia dhe organizimi do të jenë aleatët tuaj më të mirë. Një detyrë e re mund të kërkojë më shumë përkushtim se sa mendove, por do të mësosh shumë nga kjo përvojë. Mbaje mend që çdo ditë sjell mundësi të reja. Bricjapi. Energjia e sotme është miqësore për bricjapin dhe sjell një ndjenjë të freskët optimizmi. Në dashuri, do të ndiheni të mbështetur nga partneri dhe ndoshta një bisedë e rëndësishme do të forcojë lidhjen tuaj. Për ata që janë beqar, sot është një ditë e shkëlqyer për të njohur dikë të ri që mund të sjellë një perspektivë të re në jetën tuaj. Në frontin financiar, mund të hasni një mundësi që kërkon vendime të maturuara, prandaj përdorni zgjuarsinë tuaj natyrore për të bërë lëvizjet e duhura. Në punë, përpjekjet tuaja të vazhdueshme do të fillojnë të japin fryte, duke ju bërë të ndiheni të vlerësuar dhe të motivuar. Mos humbisni shansin për të bërë një plan afatgjatë që mund të transformojë karrierën tuaj. Dita premton të jetë pozitive dhe e begatë. Ujori. Energjia e kësaj dite ju mbush me entuziazëm dhe krijimtari, të dashur ujor. Në dashuri, sjelljet e hapura dhe të ndershme do t'ju ndihmojnë të ndërtoni marrëdhënie të forta. Partneri juaj do të vlerësojë zemërgjërsinë tuaj, duke forcuar lidhjen mes jush. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të ndesë një ndjesi të re dhe emocionuese. Në aspektin financiar, jeni të zgjuar dhe të zgjuar me menaxhimin e burimeve tuaja. Mund të lini një mundësi e re për investime që kërkon vëmendjen tuaj, por sigurohuni që të analizoni me kujdes çdo detaj. Në punë, pasioni juaj për detajet do të vlerësohet nga kolegët dhe një projekt i cili ka kërkuar kohë do të arrijë një përfundim të suksesshëm. Shihoni këtë ndjenjë të mbushur me frymëzim dhe përparim. Peshqit. Energjia e sotme për peshqit është e ngrohtë dhe e butë, ideale për të përmirësuar marrëdhëniet në dashuri. Nëse jeni në një lidhje, bëhu i vëmendshëm ndaj nevojave të partnerit. Një gest i vogël mund të sjellë lumturi të madhe. Për beqarët, një takim i papritur mund të ngjallë emocionet që ke pritur prej kohësh. Sa i përket financave, është një kohë e mirë për të rishikuar buxhetin dhe për të planifikuar investimet e vogla që do të shërbejnë në të ardhmen. Në punë, ndjehesh i motivuar dhe kjo do të ndihmojë të përballosh sfida të reja. Kreativiteti yt spikat sot, duke të dhënë mundësi për të marrë çmime për përpjekjet e tua. Mos harro të marrësh kohë për veten, duke ruajtur harmoninë e brendshme.